Amerikanët me nuhatin e tyre e kuptuan se e majta e kishe shkatruar Amerikën. Nga superfuqi planetare, sot ata janë numri 1, por krizat e mëdha të lëna pas nga majtistët kanë pasojat e tyre. Dhe më e krahasoj me 21 janarin ku provokuan atë sulm në kryeministri. Ngjarjet që po ndodhin në Amerikë dhe që pritet të ndodhin janë pikërisht të sponsorizuara si kur din majtistët një për gjithë e gjithë për një në emër të popullit maskohen për të sulmuar shtetin dhe për të bërë më pas pronar të tij. Le të presim kundër përgjigjen amerikanëve sepse Amerika është aleati numër 1 i shqiptarëve dhe stabilizues i rendit botëror. Donald Trumpi, me sa duket, është i vetëm që ka fatin e Amerikës në dorë. Le të presim, unë nuk jam optimist sepse të majtët janë shumë të frikshëm kur ata bëhen bashkë.